Ky është gjiri I kepit. Aty është një mol I cili është ndërtuar nga forcat detare dhe ku zakonisht bregëzoheshin edhe anije të nivelit gjujtës edhe të tjera. Siç e shikojmë tani është dimër dhe kuptohet. Më tutje është tuneli. Sot këtu ka dhe disa kuadrë të forcës detare të cilët mbas vendosjes së flamurit në kalan e Skënderbeut, po mbas I vizituan edhe kishën, tani do pi një kafe këtu në një lokal të thjeshtë.